Kolonel Arifet Halili gradohet në gradën General Brigade në Forcën e Sigurisë Kosovës, njëkohësisht në detyrën drejtori i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Mbrojtjes. Kolonel Astrid Halili gradohet në gradën General Brigade në Forcën e Sigurisë Kosovës, njëkohësisht edhe në detyrën e shefit të stafit të shtabit të përgjithshëm në Forcën e Sigurisë Kosovës. Burime General. Kolonel Mehmet Ladrovci gradohet në gradën General Brigade në Forcën e Sigurisë Kosovës, njëkohësisht dhe në detyrën e komandantit të forcave toksore të Forcës së Sigurisë Kosovës. Faleminderit edhe për gjatën.